Vrau prindrit e tij, djali i regjizorit arrestohet si autori i dyshuar, gjenden gjurmëgjaku në dhomën e hotelit ku qëndroi. Djali i Robert Reiner Niku arrestua si dyshuari kryesor për vrasjen e regjizorit dhe bashkëshortes së tij. Ai qëndroi në një hotel në Santa Monica ku sipas TMZ u gjetën gjurmëgjaku. Të tjera detaje rreth lëvizjes së Nick Reiner pas vrasjes së prindërve të tij, Rob dhe Michelle, po dalin në dritë ndërsa provat u gjetën në dhomën e hotelit ku ai qëndroi pas krimit të dy fisht. Sipas TMZ, autori i dyshuar u regjistrua në një hotel në Santa Monica në orët e para të së dielës në 14 dhjetor, disa orë pas një debati me Tati në një festë krishtlindjesh. Dëshmitarët që e pam të regjistroi në hotel thanë se ai dukej i çorientuar, por nuk kishte shenja të dukshme dhune, pasi nuk kishte lëndime ose gjak në trupin e tij. Rezervimi ishte vetëm për një ditë, por Nick Reiner nuk e përfundoi kur procesin e largimit, kur stafi hyri në dhomë të dielën në mëngjes. Ata gjetën banjën plot me gjak, si dhe gjurmëgjaku në shtrat, ndërsa dritarja e dhomës ishte e mbuluar me çarçaf. Të hënën oficerët e policisë së Los Angelesit shkuan në hotel për të mbledhur prova dhe për të marrë deklarata nga punonjësit. Nick Reiner u gjet dhe u arrestua më vonë 30 kilometra larg hotelit në një distancë të shkurtër nga qendra e Los Angeles. Në të njëjtën kohë, burimet për TMZ raportuan se Nick Reiner kishte shkaktuar shqetësime në festë pasi dyshohet se po sillej në një mënyrë të pazakontë, duke mos patur kontakt me të ftuarit e tjerë. Regjizori dhe gruaja e tij Michelle u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre. Të dy kishin plag me thik në qafë, ndërsa dyshohet se ka patur një konfrontim brenda shtëpisë me viktimat dhe autorin. Viktimat u identifikuan nga njëra nga vajzat e tyre, e cila njoftoi me njëherë policin duke pretenduar një të afërm si të dyshuar të mundshëm dhe duke vënë duke se ai mund të konsiderohet i rrezikshëm. Nick Reiner ishte një nga fëmijët e çiftit të cilët gjithashtu kishin edhe djalin Jake dhe vajzën Ronnie, ndërsa Robert Reiner kishte edhe një vajzë, Tracy, adoptuar nga martesa e tij e parë. Djali i regjizorit ka folur në të kaluarën për problemet serioze me abuzimin me substancat me cilat është përballur që prej adoleshencës. I lindur në 14 shtator 1993, ai ka zbuluar se është pranuar për herë të parë edhe në një qendër rehabilitimi në moshën 15 vjeç, ndërsa deri në vitin 2016 kishte shkuar në ambiente të tilla 10 herë. Në deklaratat që bëri në vitin 2016 publikuara nga revista People, ai përshkroi periudhat jetës së tij gjatë së cilave jetoi si personi pastre në shtete të tilla si New Jersey, Texas e të tjerë. Ai shpjegoi se kjo zgjidhje lidhej me vendimin e tij për të ndërprerë programet e rehabilitimit që i ofroheshin.